që e mbaj mend unë Sali Berishën, unë luaja futboll tek Pallati i Pionerëve. Pallati i Pionerëve ka pasur në atë kohë një fushë të zezë të madhe dhe unë isha portier, se isha pak i shëndosh, vrapoja shumë dhe mlinin portier. Babi punonte gjithkohon te PD-ja, nga Pallati i Pionerëve, te PD-ja vjetër ishte shumë afër. Dola nga fusha, isha bë komplet i zi, kështu kam pas një tot kuqe dhe fariun kishte harru. Nuk e di, prita jashtë me profesorin dhe më tha profesori, hajde se po të çoj se do jetë te PD-ja. Dhe më merr me vete, shkoj te PD-ja, ka qenë një lokal ku hajshe pilaf aty, diçka përballë Partisë Demokratike. Shoh aty si ishte, dhe më thonë, do jetë brenda te zyrat. Sa vjeç ishe ti ndërkohë? 9 apo 10 vjeç. U futa brenda, unë gjita nëpër ato shkallën aty dhe pa dashje, as m'pa njeria, nuk e di si ndodhi. Hapa një derë aty, ishte doktori tek ajo zyrë. Dhe në moment që kthejnë kokën, unë i them që babi im ku është? Ai qerë dhe kush babi e them pari. Edhe i thot dikujt aty shko thirrën i pari.